Kryeministri Edi Rama vendosi që vizitën e parë për këtë vit në Kosovë ta bënte një ditë para datës së shpalljes së pavarësisë. Ai u prit në një ceremoni zyrtare nga kryeministri Albin Kurti, i sapo zgjedhur në detyrë për herë të tretë. Përmes një postimi në Facebook, Kurti bëri me dije se në qendër të diskutimeve ishin marrëveshjet bilaterale, sfidat e përbashkëta dhe bashkëpunimi ndërqeveritar e ndërshtetëror. Dërsa në Hagë është duke u zhvilluar procesi ndaj shkrerëve të UÇK-s, kryeministri Rama gjatë promovimit të librit Kur heshtja flet, bëri me dije se presidenti Osmani është kërcënuar për 2 vite arresht, sepse nuk lejoi prokurorët e Hagës të dhunonin zyrën e presidentit për të marrë ato që i cilësojnë si provat e krimeve kundër njerëzimit. Presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar, sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Akuzat ndaj shkrerëve të UÇK-s, kryeministri konsideroi si të pabazuara. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Presidenti Osmani nga ana tjetër theksoi se çlirimtarët po gjykohen padrejtisht, ndërsa UÇK-n e cilësoi si idealin më të fuqishëm të ndërtuar nga shqiptarët ndërshekuj. Drejtësia e fiton kuptimin e plot vetëm atëherë kur është e paanshme dhe ndërtuar mbi fakte të vërteta. Kryeministri Rama më herët gjatë vizitës së tij u prit nga presidenti Osmani, ku fokusi i bisedës ishte koordinimi i ngushtë politik dhe institucional, intensifikimi i bashkëpunimit në politikën e jashtme, si dhe bashkëpunimi në kuadër të Bordit të Paqes, i cili pritet që t'i bashkojë sërish 2 liderët në Washington më 19 shkurt.